Sa keni para kesh me veti? 3.000. 3.100. Përshëndetje. Vendose çantën për kontrollin, lutem. Edhe çantë, komplet çanta. Çka ka këtu? Përshëndetje. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Vendose çantën për kontrollin, lutem. Edhe çantë, komplet çanta. Edhe çantën e vogël. Për Londrës po vini, ja? Jeni kon pushim atje apo banoni? Jo, punoj atje, jetë. Punoni atje. Një të monetare më shumë se 10.000 euro me veti? Jo. Sa keni bën të monetare? Puno? Sa keni para kesh me veti? 3.000. 3.000. 3.100. A hapa dhe pak që aty patentin? Nuk shqit më shumë. Jo. Truja i ka paketu. Të besanet rëvës. Po, qysh ka lut? Po shumë të shumë. Dhe këtu në të vjetë, e kom një vetu të vjetë. Këta e në vjetë se t'ja bojnë. Një vetu klasike e kam, i baksh të do pjesë. Parfima sa kje? Vetëm qëto, vetëm të vetë. Po. Përshëndetje. Vendose çantën skaner, lutem. Kalon nga ana tjetër. Pasi që kemi bërë selektimin e udhëtarit, e kemi futur në skaner çantën. Këtu në çantë figurojnë imazhet që na tregojnë neve në bazë ngjyrave të ndryshme se çka ka në çantë. Faktikisht ngjyra e portokallë të tregon se janë gjëra ushqimore, ndërsa ato metalit janë me ngjyrën e kaltërt. Çka do të thotë se në këtë çantë që e kemi selektuar nuk ka ndonjë risk ose ndonjë mall i cili mundet me pas ndonjë të keqe, një dukuri negative. Ne jemi këtu në aeroportin Adem Jasharit, në arritje, si që patë edhe vetë, ne patëm disa kontrollat të udhëtarëve, të cilët erdhen nga bota e jashtme, i selektuam disa prej tyre për t'ia skanuar bagazhin edhe për të evidentuar mos po gjojmë ndonjë parregullsi. Mirë, po deri me tani nuk kemi hasur në parregullsi, puna ka rrjedhur normalisht, nuk kemi pas probleme. Këtu bëhen kontrollat e kopaskoshme sipas analizës së riskut. Analiza e riskut është lokale, varësisht prej destinacionit se nga vinë udhëtarët, atëherë ne bëjmë profilin e riskut këtu. Ne nëse hasim ndonjë parregullsi, në bazë të menaxhimit të integruar të kufive, nëse janë vepra penale, për shembull, nëse hasim në armatem, nëse hasim në drogë, ose të prostitucioni, ose të qenjet njerëzore, atëherë automatikisht rasti i delegohet policisë. Në rast se kemi shkelje të kundërvajtjes,
mallrave të ndryshme që nënshtrohen taksa doganore, atëherë rastin e trajton dogana e Kosovës. Ne këtu kemi bashkëpunime me agjencione të ndryshme, për shembull ne kemi bashkëpunime me policinë, me inteligjencën kuadër të aeroportit, hetimet, po ashtu kemi edhe me njësinë inteligjencës e personave, kur ata bëjnë shënjestrimin e udhëtarëve dhe na bëjmë kontrollat e përbashkëta. Gjithashtu edhe me agjencionet kufitare që janë të pranishme këtu në aeroport, kemi bashkëpunim të mirëfillt edhe detyrat edhe qëllimet janë të ndara nga njëri tjetri.